Audio Jungle. Përshëndetje për krejtshikuesit e televizionit DTV Media, po takohemi edhe sot si çdo herë tjetër me mua Diorën në Dita me ne, edhe sot për të shtjelluar tema të ndryshme me musafir të ndryshëm. Kësaj here do të flasim po ashtu për një temë shumë speciale, po edhe shumë aktuale faktikisht, sepse dim që krejt inteligjenca artificiale ka përfshi gjithë botën, pothuajse në çdo fushë, edhe në fushën e shëndetësisë, nga diagnozat më të sakta deri te trajtimet personale dhe profesionale. Për të na treguar më shumë rreth këtyre zhvillimeve, do të flasim me Ermand Mertenikën, ekspertën e IT-s, të cilën unë kam kënaqësinë që e kemi sot ndonse larg prej neve në lidhje direkte. Mandi, faleminderit shumë për kohën dhe që gjithmonë nuk hezitoni të jeni pranë mediave dhe të ndani edhe përvojën e juaj, por edhe këshilla sa i përket teknologjisë, kështu të falenderoj jashtëzakonisht shumë. Përshëndetje Diora dhe kënaqësi që jam pranë jush në DTV Televizion në Prishtinë për këtë tematika shumë interesante, fakte dhe të bukura që realisht po na çudisin dhe ne të teknologjisë. Domethënë, unë kam përmendur deri diku se pa bëj edhe pak në trajt batute, na duket si ajo kafja e mëngjesit, që s'ke nevojë të pish kafe mëngjes, se gjëja e parë që shikon ngjon lajmet e Elon Muskut, çudirat më të fundit që po ndodhin. Patjetër, edhe çfarë lajme se Mandi, po çfarë është çuditshme se është çuditshme se zgjohesh në mëngjes, është çuditshme se zgjohesh në mëngjes, shikon Elon Muskun duke deklaruar që inteligjenca artificiale do na zëvendësoj. Në drek prap hap telefonin dhe shikon Elon Muskun që thot njerëzit nuk do punojnë sepse do kenë robot personal të tyre. Në darkë del Bill Gates i famshëm thot njerëzit do punojnë 2 ditë në javë, thot se teknologjia dhe Microsofti do i bëj gjithçka. Pra është një botë shumë interesante, duket si së shpejti do jetojmë në metavers, domethënë është diçka fantastike dhe faktikisht në teknologjisë suportojmë dhe jemi shumë pro kësaj, por të dëgjosh lajme që do popullohet Marsi etj, apo të tjera gjëra në lidhje me robotët kirurgjikale në sektorin shëndetësor, që ne pikërisht pra jemi goxha të fokusuar sepse shëndetësia është më e rëndësishme, duken gjëra shumë interesante dhe shumë beneficiare Diora. Po, pse po konsiderohet Mandi ndoshta revolucion AI, inteligjenca artificiale në fushën e shëndetësisë? I kemi pa edhe disa deklarata tuat së fundmi, të cilat i ndëgjuam edhe me shumë kërshëri dhe po na intereson edhe neve në Kosovë me di se cilat janë ndoshta të reja të fundit sa i përket inteligjencës artificiale në shëndetësi, në mjekësi. Ç'është e vërteta Diora, faktikisht inteligjenca artificiale është bërë si mund të themi një instrument shumë i rëndësishëm, në sensin që koncepti AI si teknologjisë po zhvillohet vazhdimisht, po na ndihmon më së miri në punën tona. Aplikimi i inteligjencës artificiale realisht ka hyrë në çdo sferë. Domethënë, në sensin që po i bën punat tona sa më të shpejta, po i bën punët sa më të sakta dhe më precize, dhe mendoj pikërisht pra e shikoj më shumë aspekt beneficiar. Ne jemi më shumë të interesuar aktualisht në sektorin shëndetësor. Domethënë se për patologji të ndryshme mjekësore, si ato të cilët janë të lehta gjithashtu edhe ato që janë akute, sigurisht fokusimi është kjo. Po duke parë pikërisht pra zhvillimet e fundit, me teknologjisë, me inteligjencën artificiale, që bën me sisteme robotike, unë mendoj që është një gjë shumë madhore, është diçka shumë e rëndësishme, sepse për shembull, nëse për shembull fjala vjen një pacient ka një sëmundje kancerogjene apo një masë tumorale dhe pikërisht pra do aplikohet dhe do futet në kirurgji, sigurisht që sistemet robotike janë shumë precize, janë shumë të sakta dhe koha e rehabilitimit të pacientit është shumë e shpejtë. Ne kemi dëgjuar para 3-4 muajsh Suedia, një ndër vendet pjedestal të teknologjisë, aty ku eksperimentohet me të rejat më të fundit, domethënë, kishte bërë të mundur kryerjen e operacioneve me anë të Da Vinci Robotic System. Ky është një sistem robotik i bioteknologjisë, shumë i famshëm, shumë i saktë dhe shumë i rëndësishëm realisht, që aplikohet në vendet e zhvilluara. Në di, me sa më ishte në Karolinska University Kusec, pra në spitalin më të mirë të Stockholmit,
ishte bërë të transplantin të robotit një patendor, pacientët si tash inteligjenca artificiale dhe teknologjia apo sistemet robotike nuk funksionojnë në mënyrë autonome. Pikërisht pra që të funksionojnë si inteligjenca natyrale. Ne jemi ata që japim një trigger, i japim pikërisht butonin, i japim startin që të funksionojë, domethënë. Se shpesh herë ne kemi dëgjuar në çdo sektor që njerëzit janë të friksuar, profesionistët të friksuar, duket sikur inteligjenca artificiale po bën namin, po kërkon të zëvendësoj njerëzimin. Unë e shikoj si një absurditet këtë pjesë, domethënë. Sigurisht në mënyrë indirekte inteligjenca artificiale po zëvendëson njerëzimin. Na shuaj këtë kurreshtje. A duhet të ta marrim për të mirëqenë, a duhet të friksohemi në këtë rast? Sepse po e dim që edhe shumica po e themi e përmende Elon Musk që jep deklarata të njëpasnjëshme që ne do të zëvendësohemi nga robotët e tjerë dhe deklaratat e tjera. A duhet të friksohemi në këtë rast? Ndonëse jemi duke bisedu për shëndetësinë, a duhet mjekët të friksohen se do të zëvendësohen nga robot mjek në të ardhmen, apo ndoshta e përforcojnë këtë rast vetëm fushën e mjekësisë, nuk ka diçka për panik. Po, shumë e vërtet. Faktikisht Elon Musk është një inxhinier në profesion, domethënë është një inxhinier shumë vizionar, domethënë ku ka hes idetë e tij inovatore, por që e çuditshme është që çfarë ka thënë ka bërë. Pra, ajo që unë mendoj është si sik me dy presa realisht Diora, në sensin që edhe nuk duhet të friksohemi, por edhe pak duhet të friksohemi. Në sensin pikërisht pra që në sensin që inteligjenca artificiale se i këm dritat. Në sensin pikërisht pra që inteligjenca artificiale është një koncept që ne nuk mund të na zëvendësoj. A është ndalë rryma, Muandi? Po. Se mu duke që je në makinë. Faktikisht kemi Po, nga që unë jam edhe poshtë këtu, që kem, domethënë qetësi besoj dallohem, domethënë për mesazhet edhe për Le të më të regon të shta regjia, a mundemi me vazhduar, është korekte. A ke ndryqim në vetur, Muandi? Po. Ndoshta mund të shmendes për shkak të se nuk po shiesh mirë, edhe qartë. Okej, besoj kështu është në rregull. Po, super. Po, inteligjenca artificiale ne kemi përmendur, domethënë që është një koncept që realisht më duket sikur po e zëvendëson njeriu, por në mënyrë indirekte. Në sensin, domethënë që proceset po i bën sa më të shpejta, po na ndihmon në proceset e punës. Për shembull, në sektorin industrial të prodhimit të automobilave, para shumë vitesh kishim një staf të madh punonjësish dhe produktiviteti mujor ishte i ulët. Për shembull, fjala vjen 10-15 automobile flasim për para 20 vitesh, domethënë. Kurse sot me anë të sistemeve robotike, sistemeve automatike, elektronike etj, në korporatat më tha ka një staf të vogël punonjësish, kush janë ata të cilët janë të kualifikuar shumë mirë, ose well-trained apo overqualified people. Kurse pjesën tjetër e bën sistemi robotik dhe produktiviteti mujor është madhor, pra 2000-3000 automobile në muaj etj. Ne kuptojmë në koncept që duket si një lloj zëvendësimi indirekt, domethënë inteligjencë artificiale. Për shembull, ne nuk mund të na zëvendësojnë në konceptin sepse ne jemi ai që japi inteligjenca natyrale, i jep startin inteligjencë artificiale që të funksionojë, domethënë. Në sensin që nuk mund të ketë inteligjencë artificiale pa ne, a? Patjetër, asnjëherë nuk mund të jetë ndara, por nëse ne dim që ta menaxhojmë më së miri inteligjencën artificiale, atëherë këtu bëhet një relacion shumë i mirë midis dy inteligjencave. Pra, kemi një perfeksion në sensin që nëse ne mirë përdorim inteligjencën artificiale, jo ta keq përdorim që të na kthehet në bumerang, sepse inteligjenca artificiale ka aspekte shumë benefite, por shkakton edhe probleme të vogla mjekësore. Cilat mund jenë ato, Mandi? Fëmijë të vegjël sot ne kemi parë patjetër, fëmijët e vegjël ne kemi parë sot, domethënë, të cilët që 1 vjeç, 2 vjeç marrin ato telefonat kur aktualisht në kohën tonë nuk i njihshin fare. Domethënë, unë në gjimnaz mund të kem marrë telefonin e parë, pra nuk i njihshin fare si koncepte.
por sot fëmijët janë shumë të avancuar, domethënë në botën e teknologjisë. Sot pikërisht me inteligjencën artificiale po sjell shumë ndryshime, në sensin që ka aspektet pozitive, po problematika është në optik, në oftalmologji. Për një kohë të gjatë, nëse fëmijët qëndrojnë përpara telefonit që kanë ndriçimin dhe arrezatimin e imët, sigurisht është probleme oftalmologjike, do shfaqet miopia, sëmundja e miopisë, domethënë në sy. Një tjetër problem fizioterapi, në sensin që qëndruar gjithmonë me kokën poshtë, pesha e kokës është më e rëndë se sa të qëndruari drejt. Dhe mund shkaktoj probleme me shtullën kurrizore, me qafën, dhe mund të jemi të detyruar të shkojmë në oftalmologji. Në aspektin psikologjiko-social, inteligjenca artificiale po na kthen introvert, pra ne po humbim atë aspektin e socializimit. Jemi kthyer unë edhe telefoni, shoku më i ngushtë, unë edhe inteligjenca artificiale, unë dhe ChatGPT, unë dhe laptopi, unë dhe tableti. Pra inteligjenca artificiale, për ta thënë edhe pak përbatut, është kthyer si ai shoku ynë digital, kolegu digital, mjeku digital, psikologu digital, çdo gjë ne po e gjejmë. Sepse ne nuk po flasim tashmë me shokët tanë, po shprehemi në ChatGPT në këtë rast, po japim këshilla, po i tregojmë rrëfime personale. Domethënë e kemi zëvendësuar shokun tonë më të mirë me ChatGPT në këtë rast. Patjetër, ChatGPT i krijuar fatmirësisht nga një shqiptare e cila ne ku t'i gjejmë këto shqiptarë të cilët lënë një emër të mirë, sepse kjo është një promovim shumë i mirë edhe i vendit tonë, edhe i trurit dhe i mendjes, sepse se po flasim për Shqipëri, flasim për të gjithë shqiptarët kudo që janë, ne kemi vetin që jemi të zgjuar si komb, domethënë po flas për këdo, edhe shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë, jemi një komb i zgjuar, domethënë jemi të apasionuar mbas të resë, të apasionuar mbas teknologjisë e në çdo tjetër. Dhe më pëlqen kur dëgjojmë emra të mëdhenj ose emra të cilët lënë gjurmë shumë të mirë në çdo sferë. Mira Murati, themeluesja e ChatGPT-s, krijoi një erë të re të teknologjisë. Për çdo pyetje problematik apo të paqartë, ne shkojmë në ChatGPT dhe marrim përgjigjen të redaktuar më së miri. Pra, unë e kam përdorur dhe vetë, edhe vazhdimisht e herës e përdor, domethënë, është kthyer fiks, është asistenti ynë digital, është si mund të themi, duket sikur është avokati ynë digital, mjeku digital, në sensin për një problem të caktuar shkruajmë në ChatGPT edhe më pas na jep një diagnozë, që sigurisht nuk mund t'i besojmë për diagnostikim 100% ChatGPT-s, por po ndalemi pikërisht këtu edhe po shohim edhe raste të fundit, mandit që pikërisht ChatGPT-ja po në thojza, po shpëton jetë. Kemi pa ndoshta një rast që po më kujtohet, ka qenë një grua e cila pikërisht ka pyetur për djalin e saj për një X sëmundje dhe ka qenë ChatGPT-ja që ka ndihmuar shumë me diagnozën edhe me trajtimin. Sa është e besueshëm ndoshta në këtë rast? Sa ka rreziqe nga AI? Edhe sa mund t'i besojmë ndoshta? Unë mendoj çështja shumë e rëndësishme është koha. Në sensin që për një problematik të caktuar mjekësore, nëse ne pyesim ChatGPT-n, që është kthyer dhe doktori digital, apo dhe Google, që i kemi përmendur doktor Google, pyesim ChatGPT-n edhe informacione, sigurisht që ai do nxjerrë një informacion ose disa informacione, por nuk duhet zvarrisim diagnozën ose nuk duhet zvarrisim kohën nëse sëmundja është akute, në sensin përsëritet shpesh ose është e vazhdueshme për një kohë të gjatë, sepse përgjigjen më të saktë të diagnozës ta jep një mjek, ta jep një klinikë mjekësore, ta jep një facilitet spitalor, por mendoj që mund të përdoret për një kohë të caktuar. Për shembull, nëse kemi një dhimbje koke dhe ne shkruajmë në ChatGPT, atëherë ChatGPT ne mund të na tregojë për shembull që dhimbja e kokës është shkaktuar nga një ftohje, ose nga një ndryzje, ose probleme të ndryshme me cervikalin, por ajo të tregon edhe që mund të kesh prezencë në një masë tumori. Tani këto janë gjithë informacione që mund ky pacient mos i ketë të gjitha këto informacione, të ketë vetëm njërin nga këto. Dhe duke zvarritur diagnozën, pacienti ushtohet edhe ajo që është stresi psikoneurotik, stresi psikologjik, që do të thotë stresi gjeneron hormonin kortizoli që është i dëmshëm për organizmin. Prandaj, ChatGPT-n, Google-in,
Sigurisht në faqe specifike mjekësore, sepse këto kanë edhe faqe specifike mjekësore. Google i ka 2-3 faqe specifike mjekësore, siç është Healthline, siç është Web Medical në anglisht, që janë faqe të besueshme që kanë diskutime midis pacientëve dhe mjekëve, diskutime reale, diskutime trajtimesh etj. Por nëse për një problem të saktuar shëndetësor ne zvarrisim pra gjithë 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj apo më shumë ne shkruajmë ChatGPT për të marrë një diagnozë, unë mendoj që duhet ta evitojmë, sepse nëse zvarritet diagnoza për një kohë të gjatë, duke pyetur gjithmonë Google-in apo të tjera apo ChatGPT-in, atëherë pacienti mund të ketë një problem të vogël që mund ta evitojë shumë shpejt. Ndërkohë që nëse ne vazhdimisht shikojmë në Google për diagnoza etj, problematika mund të arrijë aq shumë saqë pacienti mund të shkojë në një kirurgji, gjithashtu edhe kosti është i lartë, se sa më shumë të zvarritet një diagnozë, aq më kushtueshme është. Patjetër. Pra, në sugjerimin tuaj mandi gjithmonë duhet të këshillohen edhe ekspertët e shëndetit në këtë rast. Kur është fjala për Njeriu duhet jetë i zgjuar vetë që të ditë të menaxhojë situatën, në sensin që nëse gjërat vazhdojnë, problematikat zgjasin për një kohë shumë gjatë, atëherë nuk zgjidhje me Google-in apo me informacionet online, duhet patjetër të shkojnë të zgjidhin problematikën në mënyrë racionale tek një mjek i specifik, tek një profesionist i fushës dhe në një klinik mjekësore. Kjo është zgjidhja, domethënë. Po, cilat do të ishin mandi disa prej përparësive ndoshta kryesore të AI-t në kujdesin shëndetësor, që ndoshta njeriu si qenje ndoshta emocionale, emotive gjithmonë mundet me i anashkalu ose mundet me marrë disa gjëra për të mirëqenë. Cilat do të ishin disa përparësi që nuk i ka njeriu? Në qoftë se mundemi me... Përparësia kryesore është që të di, përparësia kryesore është që të di të aplikojë në mënyrë sa më të mirë. Domethënë, këshill duhet t'u japim edhe prindërve që mos i lënë për një kohë gjatë fëmijët e tyre në telefona, për shembull, sepse ne përmendëm shkaktojmë problematika si psikologjike, problematika të ndryshme shëndetësore, etj, probleme me shikimin, optika, pra oftalmologjia. Të dimë të menaxhojmë në mënyrë sa më optimale inteligjencën artificiale dhe teknologjinë, pra përdorimin e AI-s, e këtij instrumenti, në mënyrë sa më të frytshme për të zgjidhur punën. Për shembull, vite shumë përpara, ekspertët IT-s lodheshin shumë për të krijuar një infrastrukturë e tij, për të konfiguruar server etj. Sot me anë të teknologjisë çdo gjë është updateuar, është automatike. Pra ne nuk lodhemi më shumë si më përpara, sepse puna bëhet nga teknologjia, pra pjesa më e madhe. Sugjerimi im është që për pacientët të jenë sa më korrekt, të jenë me shëndetin, me problematikat, të jenë të zgjuar, mos evitojnë për një kohë gjatë problematikat që kanë dhe mos marrin diagnoza farmaceutike me recetën e doktor Google-it apo ChatGPT-s të shkojnë të marrin diagnozat në saktë nga një mjek specifik ose një profesionist i fushës shëndetësore apo të tjera. Një pyetje që bëhet mjaft shpesh dhe ne patëm pak mundësi me elaboro është, a do t'i zëvendësoj pikërisht mjekët, a do të zëvendësohet shëndetësia, mjekësia nga inteligjenca artificiale, apo mjekët do të vazhdojnë me punën e tyre mandit? Ç'është mendimi jot në këtë rast? Unë mendoj logjikisht mendoj si në mënyrë racionale dhe me këmbë tokë, domethënë mendoj që gjithmonë inteligjenca natyrale do të di ta përdorë inteligjencën artificiale, pra nuk do na dominoj sepse është nonsens që një sistem robotik na dominoj një tru njerëzor. Por ne duhet ta përdorim në mënyrë sa më të mirë që të na lehtojë punën tonë. Sepse asnjëherë inteligjenca artificiale nuk funksionon në mënyrë autonome. Inteligjenca artificiale kërkon një trigger, kërkon një press the button, kërkon një start nga ne dhe më pas funksionon në mënyrë të tillë. Është e pamundur ta zëvendësoj logjikisht, sidomethënë. Cilat janë disa prej zbulimeve të fundit, Mandi, nëse mundesh me na cek në pika të shkurta, po kemi të shimë ndoshta pse jo me u informu edhe çka po ndodh në botë në fushën e mjekësisë, çka po ndërmerr AI ndoshta. I pam disa deklarata të tua, Mandi. Po, unë mendoj që mbi të gjitha, ajo që mua më ka bërë më shumë përshtypje, sepse inteligjenca artificiale krijon, updaton shumë në sektorin mjekësor. Ajo që mua më ka bërë më shumë përshtypje dhe është inovacioni më i fundit i shekullit është qipi Neuralink i Elon Muskut, sepse u bë mjaft konkrete. Në sensin që para 1 viti apo 2 vjetësh
u mendua o si projekt për ta krijuar këtë çip për të trajtuar pacientët në rast se psonin paraliza ose palepsi, që i themi ne, lokale apo gjenerale, dhe pas një viti apo 2 vjetësh Elon Musk e realizoi, aplikoi ke pacienti pari, dyti, tretë në vazhdim dhe në mënyrë optimale. Sipas çipit Elon Muskut mendohet që të trajtojë edhe sëmundjen e verbërisë, pra me anë të rehabilitimin e nervit optik, pra edhe të tjera. Unë mendoj çuditëra të ndryshme vazhdojnë, projekte të ndryshme vazhdojnë, mendohet që të bëhet nga një korporatë gjermane, nga një korporatë amerikane, kjo mitra artificiale, që realisht na duket shumë çudi, por që nuk merret vesh se ç'bëhet, sepse teknologjia duket sikur nga Hollywoodi kalon në Silicon Valley, pra Hollywoodi krijon, ideon filma fantastike shkencore dhe Silicon Valley, që është zemra e shkencës dhe teknologjisë, jep finalizimin ose fjalën e fundit, domethënë. Po, çka po na lën për shtypje mandjesh gjithmonë kur po ka deklarata të tilla po e mendojmë si të pamundur, si të pabesueshme, i këndritat përsëri. Po. Dhe mandej vetëm po finalizohen, vetëm kur pishohen duke u realizuar, edhe çipin këtë rast i Elon Musk, që për disa ka qenë pothuajse e pabesueshme që do të ndodhë, ajo ndodhi, u krijua. Pse po i shohim si të pamundura, mandej po na realizohen, sepse po flasim për AI, edhe në kohë po iki të dritat. Zhvillimi i shkencës dhe i teknologjisë është shumë madhor në vende të cilët kanë kapital, për shembull, të cilët investojnë, krijojnë inovacione nga më të ndryshmet. Unë e shikoj shumë pozitive këtë pjesë, domethënë, ne që jemi të apasionuar mbas teknologjisë diora jemi shumë, domethënë, e përmenda më përpara, unë vetë që i vogël kam qenë i apasionuar mbas teknologjisë, por këto lloj çuditëra që po ndodhin vërtet po na japin shumë, pra janë shumë breslëndse, janë shumë çuditshme, që nga çipi implementimi në tru që u bë shumë viral, e krijoi, e aplikoi. Sa di për rezultatin e tij, Mandi, për ne që nuk kemi fort informata, sa dihet se sa ka dhënë fryte ky invertimi? Po, unë faktikisht edhe unë kam hulumtuar në për këto media international që kanë bëjnë me këtë implementimin e Neuralinkut, është menduar përderisa mori FDA approved nga organizata amerikane aplikime. Aplikimi për herë të parë sikur çedoi pak, domethënë se logjikisht kur implementohet një çip në tru duket si ai trupi huaj që sulmon nga sistemi imunitar e tjerë, por më pas siç duket qenë detajet projektit të Elon Muskut që po çedon dhe më pas u përmirësuan, u upgraduan, u updateuan dhe duke lexuar dhe unë dhe hulumtuar këto të rejat më të fundit teknologjisë, mendoj që ka qenë shumë beneficiar. Se çfarë bën për shembull ky çip i Elon Musk po ta shpreh në trajtin e bioteknologjisë. Se një pacient për shembull ka pas një masë tumorale në trurin e njeriut, në trurin e vet apo cerebral, dhe u është dëmtuar një grup i caktuar neuronesh. Kuptohet nga dëmtimi i neuroneve në tru, pra cerebraleve, ne si inxhinier biomjekësor faktikisht e shpjegojmë në një mënyrë shumë interesante këtë pjesë, sepse realisht na lidh puna goxha me mjekët, me klinikët, me të rejat më të fundit të shkencës mjekësore. Dhe kjo masë tumorale dëmton një matricë caktuar, pra një zonë caktuar neuronike, dhe logjikisht një pacient kalon në problematika në paraliza, palepsi dhe instalimi çipit duke u pajisur me disa fije mikroneuroelektronike të prodhuar nga nanoteknologjia, se nanoteknologjia është një fushë shumë e madhe e fizikës, fjale madhe, fjala e fundit, kur çdo gjë po bën, ku realizon shumë çuditëra në lidhje me këtë. Bëhet e mundur realizimi i lidhjes, pra konektimit të neuroneve për ta rikthyer, për ta rehabilituar këtë pacient. Pra që të ngrejë një gotë me ujë, që të ngrejë një shishe etj. Tani të presim Elon Muskun që të bëjmë me rehabilitimin e nervit optik për sëmundjen e verbërisë, shpresojmë, por që me sa kam parë Elon Muskun është shumë racional. Çfarë thot bën? Fakti që po investon edhe tek turizmi kozmik, se ne kemi parë me këtë kompaninë SpaceX, domethënë, që të shojë njerëz jashtë planetit blu për të parë, për të promovuar. Mendoj që çuditërat më të fundit do ndjekim edhe pas disa ditësh, edhe pas disa muajsh, domethënë.
Po, le të themi që më mirë që ndoshta u largua pak nga bota e politikës, tashmë po fokusohet vetëm në teknologji mande, a? Po, sigurisht, këtë e mendoj unë. Ideja është që Elon Musk është një element shumë i fortë, një element shumë i fuqishëm, domethënë, sepse mendoj që të gjithë janë të varur nga teknologjia. Është pasion, është njëri unë e përmenda, një inxhinier shumë vizionar, shumë i apasionuar mas teknologjisë, kështu që fiks është unë faktikisht jam fan shumë i madh i Elon Muskut. Në çdo rrugtim të tij, domethënë e kam mbështetur, kam dhënë deklarata të tilla, sepse më pëlqen realisht. Po është edhe shumë kontroversal, mande. Ka shumë njerëz që e kundërshtojnë, po prapë në mas të madhe dhe e duan. Ideja është që tash kur krijohet një koncept i ri, domethënë inovator, do ketë impakt, do ketë përplasje diskutimesh, por që mendoj që Elon Musk është i parritshëm, është fantastik, domethënë investim në bioteknologji, investim në kompaninë aeronautike që po bën, në makina automobilat me bateri Tesla, duket sikur po ndryshon, po sjell një erë të re të teknologjisë globale, domethënë, sepse unë shikoj që krahas invencioneve që po bën, po krijon dhe kompani të tjera të cilët dalin konkurrente, domethënë, edhe në Kina kishte nxjerrur një microcontroller, një mikroprocesor apo një microchip që do bënte të ngjashëm, do bëhej ngjashëm me Neuralinkun, pra po shërben dhe një stimul mjaft i mirë për korporatat e mëdha të teknologjisë për të ndryshuar dhe për të krijuar inovacione. E di çfarë quaj unë këtë Diora? Unë e quaj edhe si një trigger, ose më saktë e quaj si një egoizëm, domethënë egoizmi i teknologjisë, pioneri i teknologjisë që po ndikon, po rrit egon edhe të konkurrentëve për të krijuar, pra për të evoluar, për të sjellë të risi më të fundit, por mbi të gjitha janë në dobin ton. Pra na ndihmojnë neve si koncept. Patjetër, edhe për fund, majdi me që të jemi dhe në minutat e fundit, nuk po të mbajmë më gjatë, edhe pse të kemi shfrytzuar kështu në gjitha dimensionet, sot po themi, sa janë të pranishme, ose sa mendon që duhet të jenë të pranishme sistemet e AI në kujdesin shëndetësor tek ne, në për spitale, në për klinika, apo mund të themi që jemi ende larg tyre, larg vendeve tjera, po themi. Unë mendoj që vendet të cilët janë të fuqishme financiarisht investojnë në shkencë, investojnë në kërkime shkencore. Dhe Shqipëria dhe Kosova janë vende të cilët aplikojnë teknologjitë. Që do të thotë industria mjekësore prodhon aparatura, prodhon software dhe ne aplikojmë. Duke pasur parasysh që lokacioni është në Europë, lokacioni jonë i Shqipërisë, i Kosovës, pra etj. Ne duam apo s'duam, ne do bëhemi pjesë e këtyre zhvillimeve dhe jemi bërë pjesë e këtyre zhvillimeve, domethënë, sepse gradualisht po aplikohen domethënë industri nga më të ndryshme. Në botën IT si shikoj të dyja vendet shumë mirë, ka të rinj të apasionuar në botën e marketingut digital, sepse inteligjenca artificiale ka krijuar edhe një profesion shumë interesant, që s'ka qenë para 2 vjetësh për shembull. Social media content ose social media manager sot ke të rinj të apasionuar mbas graphic design, mbas botës IT-s, mbas marketingut digital, të cilët pikërisht pra krijojnë reels, krijojnë video të ndryshme, të cilët shërbejnë si një motor shumë i mirë marketingu për për turizmin. Sepse dhe Shqipëria dhe Kosova ka një turizëm mbreslënës, ka një turizëm shumë të bukur, malor, detar, etj. Kështu që kjo unë mendoj që të rinjtë e sotëm apo kjo bota e marketingut digital e përkthyer e transformuar nga sistemi i AI-s, pra i inteligjencës artificiale, po ndikon në promovimin e vendeve dhe në arenë ndërkombëtare. Pra sot të dyja vendet kanë më shumë turistë që vinë. Pra këtë profesion e mendoj shumë interesant, madje ka dhe të rinj, të cilët edhe fëmijë, domethënë, të cilët janë të apasionuar të krijojnë reelse duke aplikuar instrumentin AI. E shikoj shumë interesante, domethënë duket, se po them më pak përbacut, po jetojmë në epokën e metaversit edhe vazhdimisht. Pra duket sikur realisht po kthehemi në njerëz bionik, gjysmë robot, domethënë. A do duhet në këtë rast se çdo profesion
jo vetëm mjekët në këtë rast, sepse kemi temën për shëndetësi, po me një teknologji që për çdo ditë, për çdo sekond, po themi përditësohet, ndryshon nga dita, nga momenti në moment, do duhet që pikërisht të mësojmë, jo vetëm mjekët, po çdo profesion të ketë një uri qoftë në IT, po qoftë edhe në AI. Pa tjetër, ne po jetojmë në një epokë, në një erë të re, domethënë, që teknologjia është inkorporuar kudo në çdo sektor, si në botën e financës, si në sektorin shëndetësor, si në industri, si në botën e IT-s, si në botën e marketingut digital, dhe po i thjeshton ai shumë gjëra djora sa që domethënë edhe një që nuk ka shumë informacion mund të di të përdori pra këtë instrument të AI-s. Pra e shikoj shumë interesante. Domethënë edhe nga mosha e tretë, që pikërisht pra është një moshë që hera herës mendoj që mund të kenë pak bezdia ose vështirësi në përdorimin e teknologjisë, mendoj që është thjeshtuar aq shumë sa që gjërat po bëhen shumë të thjeshta. Pra sot për shembull imagjino të kesh një robot kamarier. Ose në botën e media. Duhet ta presim? Nuk duhet të befalsohemi në qoftë se nesër zgjohemi dhe kafe na shërben një robot, a? Po, imagjino të zgjohesh në mëngjes dhe të vi një robot aty, të sjelli kafen, briosin e tjera. Domethënë janë gjëra shumë interesante. A do të jetë një robot që buzëqesh? Po, ideja është ja çfarë ndodh, sepse një pyetje interesante është për shembull fjala vjen mimikat në fytyrë. Një robot që të buzëqeshje apo një robot që të qaj krijohen nga qindra apo mijëra sensor, të cilët janë të inkorporuar pikërisht në kokën e robotit dhe më pas sensorët menaxhojnë mimikat, por që asnjëherë nuk do jenë aq pra do mungojë ajo inteligjenca organike që ne kemi, domethënë asnjëherë inteligjenca artificiale dhe roboti nuk do kenë emocione dhe ndjenja. Kjo është veçanti e krijuesit ynë që e ka krijuar domethënë njeriu në inteligjencë natyrale, duke i përfshirë ato emocion dhe ndjenjen që mos jeti kopjueshëm nga inteligjenca artificiale. Pra kjo është dallimi më i madh që asnjëherë inteligjenca artificiale nuk do na zëvendësojë. Por inteligjenca artificiale po aplikohet në industri, po aplikohet pikërisht pra në mënyrë të integruar në çdo sektor që të përmirësojë punën tonë, t'i bëjmë gjërat sa më shpejt, sa më efektive, sepse inteligjenca artificiale teknologjia po rrit produktivitetin, po rrit rendimentin, po rrit saktësinë e çdo procesi, domethënë, por emocioni dhe ndjenja njerëzore asnjëherë nuk vjen të zëvendësueshme nga robotika. Kafja nuk do të shijoj asnjëherë nga një robot. Faleminderit shumë Andi për krejta këshillat. Për mua ishte një kënaqësi shumë e madhe Diora që isha pranë jush në DTV për këto inovacione të reja, domethënë të teknologjisë, që unë faktikisht i teknologjisë jam shumë kurioz për të rejat që ndodhin, domethënë jam shumë i apasionuar dhe që të vegjël kemi qenë në atë formë, pavarësisht sepse brezi i sot po ecën është shumë e avancuar, është shumë më përpara, domethënë. Andi, ne të presim edhe në studio, që po besoj që intervista do të ketë më shumë pompozitet në këtë rast, edhe e përmendet që asgjë nuk mundet të zëvendësojnë ndoshta këtë kontaktin sy më sy, me buzëqeshje, dhe të presim gjithmonë edhe në studio je, ose i mirë se ardhur. Ju faleminderit edhe shumë shpejt dhe me shumë dëshirë, domethënë, me shumë dëshirë do vi që ta diskutojmë, domethënë, ta diskutojmë në mënyrë sa më interesante dhe më racionale në studio. Mandi, të falenderoj shumë për kohën edhe çastin gjithmonë pozitive dhe ndoshta gjatë gjithë kësaj interviste dhatë edhe anë shumë pozitive që ka shumë rëndësi ndoshta që mos të miremi vetëm me anë negative dhe gjëra që ndoshta na shkaktojnë edhe bezdi. Në fakt ne duhet mendojmë gjithmonë pozitivisht, se kur mendojmë pozitivisht duket sikur ka energjia pozitive ndikon shumë pozitivisht në çdo aspekt, domethënë. Por që duhet jemi këtë energji të paktën e përçove nga Tirana. Kështu që të falenderoj Andi shumë, edhe ne mbetet të shihemi edhe në studio kur do që je në Prishtinë, në Kosovë. Falenderoj jashtëzakonisht shumë. Faleminderit shumë dhe kënaqësi që isha pranë jush në televizionin DTV në Prishtinë. Çdo të mirë Andi.
Shikues të dashur, ishte kjo intervista me Ermand Mertenikën, eksperti IT-s, me cilët patëm mundësi të flasim jo vetëm për zhvillimet e fundit të inteligjencës artificiale në mjeksi, por zhvillimet e fundit të AI-s, ndoshta në gjitha dimensionet, në gjitha fushat. Faleminderit juve që keni qenë me neve gjatë gjithsaj kohe, sidomos të apasionuarit pas teknologjisë. Të paktën po besoj që për juve ka qenë një intervistë pak më interesante se intervistat e tjera, nga unë Diora, pas dite sa më të këndshme.